me pas dite ka ndodhur një aksident trafiku në mes dy veturave ku përpasoj kanë rezultuar me 4 të lënduar. Në kuadër të këtij aksidenti është përfshirë edhe një veturë policie në ngjarjen që ka ndodhur në rrugën Papa Klimenti në Pej, aty afër stacionit të trenit. Këtë e ka konfirmuar prapër të lënduarit, e ka citohet ta ketë konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë së Pejës Fadil Gashi, ndërsa kjo është përse për këtë kësaj ngjarje, ndërsa gjatë raportit që kemi pranuar pas vikendit, kemi mësuar për 2 ngjarje që kanë ndodhur në Stok dhe një në Klin. Njëri ka të bëjë me një rast dhune në familje ku një babë dhe një djalë janë përfshirë në një konflikt fizik, ku përpasoj ka mësuar edhe lëndime dhe me pas këtij rasti, pasi janë liruar nga spitali që kanë marrë tretman mjekësor, janë intervistuar dhe djali i cili ka qenë i përfshirë në këtë konflikt fizik me babain e tij është dërguar në mbajtje, ndërsa babai është liruar dhe rasti është cilësuar si rast në dhunë familje. Përsa i përket rastit të dytë, rastin në Klin, kemi të bëjmë ku një person është ndaluar nga policia për një kontroll rutinore dhe atij raportohet i është gjetur një armë i cili ka prezantuar leje për të, ndërsa gjatë bisedës me policisë thuhet se ai ka thënë se ka dhe disa të tjera me leje, ndërsa gjatë bisedës me polici ai i ka treguar atyre që ato të tjerat me leje i ka shitur, ndërsa për këtë rast është dërguar në mbajtje, ka treguar policia. Këto janë këto 3 raste për të cilat kemi zgjedhur që të flasim. Gonxhe, nëse nuk keni ndonjë pyetje. Jo, Valdrin, faleminderit shumë për këtë përmbledhje të këtyre ngjarjeve dhe të presim përsëri ditën e nesërme me të reja të tjera nga qyteti i Pejës. Mirëmbëjtje. Mirëmbëjtje. Ishim pra miq dashur me kolegun tonë Valdrin Daci dhe këto ishin disa ngjarje kryesore që kanë shënuar ditën e djeshme, jo vetëm në Pejë, por pak a shumë në këtë pjesë